Mirëmëngjes, takohemi së bashku për të përsëritur zhvillimet kryesore të këtij edicioni informativ. Është fleshi informativ i mëngjesit. Në një konferencë me gazetarët, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Celi Bashi dha detaje për procesin e rinumërimit të votave të zgjedhjeve të 11 majit për qarkun e Tiranës dhe të Fierit. Procesi pritet të nisë në fillim të javës së ardhshme dhe është parashikuar të zgjasë rreth 20 ditë. Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve vendosi të martën të hap kutitë e votave për KZAZ në qarkun e Durrësit, si dhe hapjen e rinumërimit e votave për të gjitha kutitë e diasporës. Hapja dhe rinumërimi këtyre kutive është bërë me kërkesë të Partisë Legalitetit dhe kandidatit të Partisë Demokratike Aulon Kalaja. Vendimi për hapjen e kutive u bë me iniciativë të dy anëtarëve të KAS, Elvis Çela dhe Ledio Braho. Ndërkohë, KAS rrëzoi ankimimin e Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj që kërkonte pavlefshmëri rezultati dhe përsëritje të zgjedhjeve në qarkun e Durrësit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha publikon pamje nga një qendër votimi në një fshat të Elbasanit ku sipas tij vërtetohet akuza e përdorimit të trenit bullgar në zgjedhje. Sipas Berishës, një djalë i ri vulos me 2 vula fletën e votimit dhe më pas e nxjerra të jashtë. Berisha tha se Altin Dumani është garancia e Ramës për të mos hetuar krimet zgjedhore. Këshilli Bashkiak i Tiranës ka emëruar drejtuesin e ri të tij duke vendosur në këtë post Megi Finon, vajza i kryeministrit të ndjer Bashkim Fino. Ajo propozua nga kryetari i grupit të këshilltarëve socialist Taliani, duke zëvendësuar në këtë post Romina Kukon, e cila u zgjodh deputete në radhët e Partisë Socialiste më 11 maj. Ndërkohë, nën kryetari i Këshillit Bashkiak është emëruar Endrit Brahim Llari, i cili është zgjedhur si këshilltar në Këshillin Bashkiak nga radhët e Partisë së Lirisë. SPAK publikoi listën me 13 kandidatët që garojnë për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit, pasi Aida Hajnaj, që e drejtoi në 5 vjeçarin e parë të krimit, i përfundoi mandatin më 31 gusht 2025. Në garë për drejtimin e BK-s janë edhe 2 ish drejtorë të Policisë së Shtetit. Një fëmijë 5 muajsh, një çifti shqiptar në ishullin Paros në Greqi ka vdekur në rrethana ende të paqarta. Sipas autoriteteve greke, dyshohet se fëmia mund të jetë lënë për një kohë të gjatë në makinë ndërsa prindrit ndodheshin në plazh. Prokuroria e posaçme ka dhënë pretensën për të akuzuarit në kuadër të operacionit Flak në det për trafikun e drogës nga Lezhë drejt Italisë. SPAK kërkon dënimin me 16 vite burg për Gëzim Çelën, i konsideruar si baron i drogës, 15 vite burg për ish-policin Arlind Ismail Lukaj dhe skafistin Arben Dalipaj me 14 vite. Ndërkohë, për 10 nga të akuzuarit e tjerë, përfshirë 2 shtetas të huaj, SPAK kërkon dënimet nga 12 deri 14 vite burg për secilin. Të gjithë të pandehurët përfitojnë ulje për shkak të gjykimit të shkurtuar. Droga nisej nga Patoku në drejtim të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian dhe shkëmbimi bëhej me velier në det të hapur. Ekipet e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë vazhduar aksionet kundër ndërtimeve pa leje në Dhërmi. Shëmbjet e objekteve të paligjshme vazhdojnë, ndërkohë që ka nisur sezoni turistik. Të paktën 10 persona u vranë paraditën e së martës në një sulm me armë në qytetin e Grazit në Austri, përfshirë një vajzë nga Kosova. Ngjarja e rëndë ndodhi në një shkollë, raportuan kështu autoritetet greke austriake. Nga sulmi dyshohet se shumë persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Kryetari i Bashkisë së Grazit tha se sulmuesi është në mesin e të vdekurve dhe ai është një 22 vjeçar ish nxënës i kësaj shkolle. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump urdhëroi dërgimin e 700 marinsave amerikanë dhe 2000 trupave shtesë të Gardës Kombëtare në Los Angeles, duke u zotuar se ata që protestojnë kundër arrestimit të imigrantëve të paligjshëm do të goditen më fort se kurrë më parë. Demonstratat në Los Angeles vazhduan në ditën e 4 të hënën me tubime të reja që filluan në të gjithë SBA-n kundër autoriteteve të imigracionit. Komisioni Evropian ka propozuar paketën e 18 të sanksioneve kundër Rusisë dhe synon kryesisht të ardhurat e Moskës nga energjia, ndërsa Slovakia ka paralajmëruar votën e saj kundër. Vendet e bllokut do diskutojnë sanksionet këtë javë. Shefja e Komisionit Evropian bëri thirrje për armpushim 30 ditor midis Rusisë dhe Ukrainës. Barazim zhgënjyes si kombëtares tonë me ekipin kuqezi që nuk shkoi më shumë sa barazimi 1-1 ndaj Letonisë, një pikë që na largon disi nga ëndra për të tentuar për të shkuar për herë të parë në botror. Pas këtij barazimi, Shqipëria e mbyll gjysmën e rrugtimit në këtë fushat kualifikuese në vendin e dytë me 5 pikë. Ky ishte fleshi informativ. Faleminderit që na ndoqët.